Kungulli, ushqimi thjesht me fuqi të madhe. Kungulli është një nga ushqimet më të vjetër të njerëzimit, i rritur në tokë të thjesht, por i mbushur me vlera të jashtëzakonshme. Nga këndvështrimi shkencor, kungulli është i pasur me vitamin A, e domosdoshme për shikimin, vitamin C, që forcon imunitetin, fibra që ndihmojnë tretjen. Ngjyra e tij portokalli vjen nga beta-karoteni, një antioksidant i fuqishëm që ndihmon trupin të luftojë inflamacionin dhe plagjen qelizore. Kungulli ndihmon gjithashtu në rregullimin e sheqerit në gjak, shëndetin e zemrës, mbajtjen e peshës trupore. Sepse është i pasur në lëndë ushqyese, por i varfër në kalori. Në traditën islame, kungulli ka një domethënie të veçantë. Transmetohet se profeti Muhammed a.s. e pëlqente kungullin dhe e kërkonte në ushqim. Në një hadith në të Buhariut përmendet se ai e hante kungullin dhe kërkonte atë në enë. Kjo tregon se mjekësia profetike nuk është thjesht spirituale. Ajo është edhe praktike dhe e mençur. Sot, shkenca konfirmon se ushqimet e thjeshta bimore janë ndër më të dobishme për trupin e njeriut. Kungulli na mëson se ndonjëherë shërimi nuk vjen nga ajo që është e shtrenjtë, por nga ajo që rritet në tokë me përullësi.